Tirana nuk ka qenë gjithmonë kryeqyteti i vendit. Dikur, ajo ishte vetëm një vendbanim i vogël, me rrugë me baltë, shtëpi të vogla dhe tregtar që otonin mes malëve dhe fushës. Sot, kryeqyteti shqiptar është zemra politike, ekonomike dhe kulturore e Shqipërisë. Por si u shndrua ky vend i thjesht në kryeqytetin e një kombi? Për ta kuptuar këtë, do të kthehemi shumë vite mbas në kohë. Zona ku ndodhet sot Tirana ka qenë e banuar që në lashtësi. Dëshmitë arkeologjike tregojnë se këto troje janë shkelur nga Ilirit dhe më pas nga romakët. Një nga dëshmitë më të rëndësishme është mozaiku i Tiranës, i cili flet për një jetë urbane të zhvilluar shumë shekuj përpara se qyteti të merrte formën që njohim ne sot. Këto gjurmë tregojnë se Tirana nuk lindi rastisht. Ajo ndërtua mbi një histori të hershme njerëzore. Viti i largët 1614 shënon një moment kyç për historinë e Tiranës. Sulejman Pasha Barxhini, një feudal shqiptar, i cili ishte në shërbim të Perandërisë Osmane, themeloi zyrtarisht qytetin e sotëm Tiranën. Ai ndërtoi një xhami, një hamam, një furrë dhe një pazar. Këto objekte u bën zemra e jetës sociale dhe ekonomike të vendbanimit të ri. Rreth tyre nisën të ndërtohen shtëpi, rrugë dhe lagje, duke krijuar ngadalë një qytet me identitet të vetin. Për disa shekuj, Tirana u zhvillua si një qendër tregtare dhe zejtare. Ajo u bë njohur për punimet artizanale, tregjet dhe jetën komunitare shqiptare. Edhe pse ishte në sundimin osman, Tirana ruajti frymën dhe zakonet shqiptare. Qyteti rritej ngadalë, por me rrejnë të forta, kulturore dhe shoqërore. Pavarësisht që emri Tirana daton qysh herët, ende nuk dihet saktësisht se çfarë kuptimi ka ky emër. Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, vendi përjetoi trazira politike. Kështu, në vitin 1920, gjatë Kongresit të Lushjes, u mor një vendim historik. Tirana shpallet kryeqytet i Shqipërisë. Pozita e saj gjeografike në qendër të vendit dhe fakti që nuk ishte dominuar nga interesat e huaja e bën zgjedhjen ideale. Nga ky moment, Tirana nuk ishte më thjesht një qytet, ajo bë simbol i shtetit shqiptar. Gjatë sondimit të mbretit Zogun I, Tirana nisi të ndryshoj rrjedhësisht. U hartuan plane urbanistike dhe u angazhuan arkitekt italian për ndërtimin e një kryeqyteti modern. U ndërtuan bulevarde të gjera, ministri, institucione shtetërore dhe sheshe publike. Tirana mori pamjen e një kryeqyteti evropian duke ruajtur njëkohësisht identitetin e saj shqiptar. Pas vitit 1944, Tirana shndrohet në qendrën e pushtetit komunist. Qyteti zgjerohet me pallate tipike socialiste, fabrika dhe ndërtesa shtetërore. Por, pas fasadës së zhvillimit qëndronte një realitet i vështirë. Liria në Tiranë ishte kufizuar.
mendim i kontrolluar, dhe qyteti jetonte në hijen e frikës dhe izolimit. Megjithatë, Tirana vazhdoi të rritej duke u bërë gjithnjë e më e madhe dhe më e dendur. Me rendin e komunizmit, Tirana hyri në një epokë të re. Qyteti u përball me ndryshime të shpejta, shpesh kaotike, por të pashmangshme. Ndërtesa të reja, ngjyra, ide dhe kultura u përzihen në një realitet të ri të saj urban. Tirana u kthye në një metropol modern, ku shkuara dhe ardhmja bashkëtojnë çdo ditë. Sot, Tirana është më shumë se një kryeqytet. Ajo është pasyra e historisë shqiptare, me plagët, betejat, gabimet dhe shpresat e saj. Nga një pazar i vogël i tipit osman në zemrën e një shteti modern, Tirana vazhdoi të ndryshojë, ashtu si vetë Shqipëria.